Ma unë djanë se s'muj punaj për jashtë. Shumë ma mirë më duket se me punu për jashtë. Ka erë me gjithësëras ma orën punë veç migro punës me punu. E ta është sinjale. Hajde! Fëll! Po veç 1 minutë, 2 minuta veç edhe po dolin. Po! Hajde! E bën me shumë qef edhe me shumë Budget, pasha zote, me gjithë dëshire dhe 3 muj deti na kun pa rrugat pasant zote. A pet qëtash po kena vëndet se kur të dina që pi morim rrugat me të 4 të 5 mas shumëte, edhe po t'jepë edhe vëndet me punu. Pa përpara 3 muj det pa rrugat, qa me bo, gjithë kush ka antar të familjes. Na pëjmë në piqësojnë, a i mojnë antar të familje, vetë i gjashtë të piqësojnë. Qa mos me ku me punu në trejpë që nësë shadi që shmi mojtë vetë i gjashtë në shme. Ja kum po hojrin shumë. Po ty bë mas që kam me punu, që se me dalë për jashtë me punu. Se ty bë ma unë djanë s'mi për jashtë me punu. Se i mësu. A i kishe lot trepqën për Zvicat? Vallahi, se s'mune veç zohet e na rujt ma orë, mi mshel, krejt, që s'kësha mujt milion. Apo na fol pak ma shumë për qëtë proces? Unë jem që 14 vjetë, pe që më him punë jem që të punoj, të skipa. Kërë që e qesën zejën për jashtë, shkën 600 e vejtë. Tash përsa shtoj me mush skipen, që kërë është skipi verë, a i skipi koq. A i skipi koq dulë për jashtë, tash është skipi verë, tash me mushim skipin e koq. Të ka dhe ka gja shumë edhe plohen. Shë japëm sinjolën, që mi lajmu atina për jashtë që mundet mi gro. Edhe kjo është plek. Do më do kështu bëhet bortja? Po, bëhet e zëjë. Qështë e bojna po ka rase që na vinë bloka që të mëlaj. Po? Do të me hi këtë për funi me qelë që derë që shke me hi kështo frejt komplet, mu të shu qatë i pusht, edhe mi lëshu za bloka të mëlaj që janë. E sa rrezikshme është kjo? Po është e rrezikshme se po e na mësu. Po i një mësu po prapë? Po ka edhe shumë e raste na bjen me hype edhe miske. Qaj skipi që ke pusht, i thuin atina me telefon i tham, e kam za blok, do të me hype atë miskep edhe mi liru. Milion që me rotë zeja për i tyshit me ronë të më mush skipi. A ka pos në incident që ka ndodhë gjatë kësoj pune, do më thotë 14 viteve? Jo, s'ka ndodhë, vetëm që atëherë para 4 vjetë a 5 që ke me atësit që në konë ata të punu që të, edhe në konë ka dalin, kur i ka roj acidi që i ka roj që u derët, që peri që atëherë s'ka pos kur para aksidentin që. Në nëmbalë është pak rëzik, po na e në mësu, edhe do të mi këshuir që të skipin, do të mi këshuir gjithë, mos po vjen skipi qelë. Me bo me konë qelë, në s'këzaj mi mush. Ta shpi mushëm. Dhe kjo është një prej makinerive të minjerës së Trepqës, të cilën e përdorim për transportin e dzehës. Torjo quhet. Ja lirej 2 herë, si t'ja lirej në 2 herë, aja dërë që mundet migro, është i lirë migro, a me pas në defekt, veç a prejku si njërën dhe fulli me dëntëm. I thëm e kem za blok, aja s'këzëm migro. Po shumë e rosë në bjen kur ka blokat mëj me hyp miskep, që ke që kë skipi që ke, shumë e herë në bjen me hyp edhe mito. Qa e pak e rrezikshme shtu po duket... Po rrezikshme po jenë mësu, po shazote. Mësu që 14 vjetë. E që janë ka fillimet e tua? A ke pos vështirë mu ambientua? Ke pos dëshirë me mësu? Qatë herë fillim pua, mo që tash... Po ka bo njajtë? Po ti, bëma që ka me punu, që se me dollë për jashtë me punu. Në shdis, për jashtë, për vejtë më ponë që tash apo del jashtë me punu, s'mëj. Se ty bëmë ma unë djanë s'mëj për jashtë me punu, se i mësu. O është pak plën, e i plën ka, se që tash me shkim dritën ka plën shumë. A i kishe lot Trepqën për Zvicat? Po, po të ka dzej që tash
Jo, se vallaja se s'mune veç zotë e na rujt marë, me mshel, krejt, se s'kisha mujt milon. Tuk je lidh qatë shumë me këtë punë? Jo, po, vallon edhe veç aj si tranë se ja këna po hojrin shumë. Shumë ja këna po hojrin. Mos me konë këtë i bendisja këshumë po. Ma unë djanë se s'muj punaj për jashtë. Shumë ma mirë më do këtë se me punu për jashtë. Ka erë me gjithësveras ma orën punë veç migro punës me punu. E bën me shumë qefë dhe me shumë Budget, pasha zote, me gjithë dëshirëve, 3 muj dete na kum pa rruga, pasant zote. A pet qëtash po kena vëndet, se kur të dina që bi morëm rrugat, me të 4-5, mas shumëte, e po t'ja për dhe vëndet me punu. Pa përpara 3 muj det pa rruga, qa me bo, gjithë kush ka në torë të familjes. Na po në piqësojnë, a i mojnë në torë të familje, vetë i gjashtë të piqësojnë. Qa mos pa ku me punu në trepë, që nësë shadi që shmi mojtë, vetë i gjashtë në shme. Ja kum po horin shumë. Në qëfar aspekti, po fletë për vetën apo edhe si shtet që e kem po? Jo, si shtet po, por si për veti, personalisht, ja kum po horin shumë. Në qëfar aspekti? Pa që ashtu, që mos pa ku me punu në trepë, që nësë shadi që shmi mojtë, vetë i gjashtë në shme. Ja kum po horin shumë. Do me thonë pagueni mirë? Mirë, rruga tash është e mirë. Sërë bashkë e mirë, veç këndëri punës që e bojna, nuk është rruga e mirë. E kushtet që janë e në trona, po pritni ma shumë edhe qa pritni kres? Po tash po presim nashta me posë edhe kushte halo pak më të mira. Qemi vërë të sanet vjetra, e këtu të skipat që to i në konë, peri para lufte i në konë, që tu i në konë qështë. Mos ka pas kur farë investime, s'ka qa bëjnë investim, skipat janë regull. Po në rastet kur mujnë më prishë ose diçka? Po me bo më prishë nësa e vini e rregullojmë shumë qvejt. Okej, i keni punë të organizume? Po jenë të organizume, jenë ata bravar që mere me këtë punë, a moj rregullojnë qvejt, e që kjo zote në arru që kjo mos më posë. S'kem ka e morën bas as i dolën e thmire më shumë, s'ki ka e merë. A mirë, njerë për njerë, mirë jem pak, plënë e pak veç, a petë. Po kështa ke pas probleme shëndetësore për shkak në shta? Jo, probleme shëndetësore si kena se nga stash me dollë për jashtë me punu 3-4 mujë për jashtë neve nga kopë në e farës mujë. Po tash mushnit janë mësu me këtë ambientin pushtë. E ka shumë njerë se si u dollë 3-4 mujë, si u dollë për jashtë e ka kopë së mujë a keqe. Hale pa dollë për në zjanë. Për shkak që u mësu me këtë ambient? Po u mësu me këtë ambient, tani si del të për jashtë. Me herë të kopë në e farës muje, a unë e ty ba për vejtë s'muj dalë. Ma unë djanë se s'muj punaj për jashtë. Shumë ma mirë më do këtë se me punu për jashtë. Pa telefona, pa zhurma, shumë përveç që ty në pak që u dëken edhe pak të frekshme, po ju jeni mësu. Jo, ty be jena mësu. Ka erë me gjithësveras ma orën punë veç migro punës me punu. E bën me shumë qefë dhe me shumë dëshirë. Budget, pasha zote, me gjithë dëshirëve. Falë zotet edhe punëtorë spritojnë me punu. E posh me intervista që i zhvillova dhe me kontaktet me minatorët e tjerë, krejt e keshin që dashni për punën dhe dëshirë me punu këto. E ke pasit mësu është me punu gjithë njëtin punë, tani me të ngreja i vëndejet i marë vetë me punu. Ko i kena pas probleme të lashe për para me rogë, që ta falë zotet nuk e kemë. Te i ke përjetu edhe grevat që janë bodë me thonë, sa të shtira janë konë ato edhe... Pasha zotin konë të shtira bodë, që sholla më rëzët në shta... Nuk vërsëritën mosë të shtira bodë. Edhe me punu 3 muj det e na kum pa rruga, pasant zotet. A pet që tash po kena vëndet, se kur të dina që bi morëm rrugat, me të 4-5, mas shumëte, edhe po t'ja për dhe vëndet me punu. A përpara 3 muj det pa rruga, qa me bo, gjithë kush ka në torë të familjes. E vërtet. Na po në piqësojnë, a i mojnë në torë të familje, vetë i gjashtë të piqësojnë. E ta është sinjale? Hajde, fëll! Po, veç 1 minutë, 2 minuta veç edhe po dolin. Po, hajde! Ashtë është ka ja lypë kur, për na i pun kalëzën që është ka ja lypë kur për me dolin. Jo, me të 4-5, mas shumë të veç i qesin rrugët. Shpësej që s'kini me pas si probleme. Për para pasha zote këna pas shumë këna pas probleme. Min zia dalë shatë dyqysh mi kalu. E jo veç në për krejt, pasha zote veç tash folë zote të mirë. Dhe për të 6 antarë familjes si mbanë vetë. Po. Me qëtë punë. Me qëtë punë. Edhe ja delë. Po qësh janë. Jo folë zote të mirë. Veç shalla nuk kemë probleme se këna pas për para. Shtash jo, që një 4 muja 5,
nuk ka probleme kështu me paga kena me të katërt e të pestin mas shumë të veç I qesin rrugët. Shpresoj që s'keni më pas si probleme. Para pasha zote kena pas shumë kena pas probleme. Zia dalsha dyqysh. Ku kemi arë tash? Tash jena arë në horizontin e 11, këto I thojnë ata është natu të ujtë në nxehtë. Po. Që më që buron, është burim, ujtë në nxehtë, këto thojnë qysh I parë puna me që është në nxehtë, në puna në ka thonë qysh, atë do më thonë, nga më vëzina që është ujtë në nxehtë dhe që është e ka thonë. Dhe më nështë me trejtave, dhe më nështë me bo dalimin pe që sajna me qëtë. Dhe më sa është ma I nxehtë kjo, sa është ma I ftëft kjo. Trejt e vate, më nështë me po dalimin edhe vetë. Dhe qa pra? E vrejmë vetë, sa është dalimin. Nuk është e farë distancë shumë e madhe që në në falë diçka që më distanca shumë e shkull, më dalimi shumë I madhe. E vërtej. Pashtë të mund me vazhdu. Tash kemi me vazhdu në horizontin e 11. Të mund në koridorin kryesor, Po. që bërë mund është që prodhimi të më bërë është martja të zejës për punishtë në kupin e shkejnë në 158. Jena punëtor shumë pak. Nikon 150 punëtor jenë minjerë që I mojnë dikon 800 dhe 900.000 punëtor I mojnë për jashtë. A 150 punëtor jenë mrena. Dikon 1.000 deri 2.800 skipa që kuj ka 500. 2.800 skipa dalin mrena mujtë. E falë angazhimi që po punojmë dikon 150 punëtor. Zbësaj 150 që jenë mrena minjerë. E bëni një super punë dhe ju uroj suksese dhe po shpresoj veç kanë me u rregullu edhe këtë. Faleminderit edhe shumë për juve. Edhe juve ju uroj suksese, faleminderit shumë. Këtu jemi me një prej punëtorëve më të vjetër të minjerës së Trepçës, Sadik Aliun, I cili ka me na fol pak më shumë për punën e tij ndër vite, edhe ka me na u prezantu pak më shumë. E tash është sinjale. Hajde! Fëll! Po, veç 1 minutë, 2 minuta veç edhe po dolin. Po, hajde! Ashtë është ka jam lypë kur, për na I pun kalëzën që është ka lypë kur për me dolin një. Grevat e të natës ka qenë shumë dërmar tronat. Jo që ke pas grevën, po domon nuk I kemi di se që kanë atë gjemë kur dolin për minjerës. Rrethonat. E prap domon si në nalë, kena vazhdua, si në dërzua, se kemi jetë më dërzua, deri sa të apo ja dim vlerën sa duhet. Sigur të këshëm ditë pak vlerën më mirë, këshëm pas punë pak më mirë. Më thash kushtet jo të mira. Po jo që po kërkojmë më shumë, ne po kërkojmë që ato kushte sa kemë mundësi me çdo kushte me punue, me arrit në rezultat të punës. Edhe po vjen mirë që ka njerëz që punojnë kaq shumë edhe mundohen kaq shumë edhe mendojnë të njëjtën kohë edhe për Kosovën, jo vetëm për vete. Pas normal që s'mendojmë më lart domosdoshmë vetëm për vete s'është kur gjë. A normal që pe vete do të më nis, për vete gradualisht të zënu rrethin. Qa do me thonë Trepça për ty? Trepça shumë. Shumë. Të ka jopsh gjithë shka? Gjithë shka. Unë për vete, po kështu, që të natë fjallin popullori, kom po hajrin. Po me kolegët e punës? Mirë, fatbasisht mirë kem, raportet e mira kem, epse gjërata vjetër kam met një numër I vogël, ta shujën gjërata e re, fatbasisht, e këta po punojnë, po munojnë atë menyrën e vetë, do mon kushtet e veta I mirë, raportet mira janë. Ti punon këtë që shumë vite dhe I ke përjetu edhe grevat e ndryshme dhe shumë të mëdha që janë ba, që janë kanë ato përjetimet tua? Ato kanë qenë grevat e të natës, ka qenë shumë dërmar tronat. Jo që ke pas grevën, po do mon e kem ditë me konë bojnë me një armek që cilin nuk e kemi di se që kanë atë gjemë kur dolin për minjerës. Rrethonat. E prap do mon si në nalë, kena vazhdua, si në dërzua, se kemi jetë më dërzua, deri sa të apo ja dim vlerën sa duhet. Trepçës. Sigur të këshëm ditë pak vlerën më mirë, që pas punë pak më mirë. Edhe ki shumë investu në shta pak ma shumë për shajt, e të shumë mirë është pasurisht shtetërore. Po kushtet që janë këtë? Më thash kushtet jo të mira. Jo të mira, se s'ka mjetet punës. Tash gjithë shka po botë edhe me teknologji edhe me, apo dem po evoluan edhe shkenca dhe krejt, a ka pas përmisim të kushteve gjatë tyre viteve, do më thonë, në Trepçë? Apo po kërkoni ma shumë edhe të shka saktësisht?
Po jo që po kërkojmë ma shumë, ne po kërkojmë që ato kushte sa kemë mundësi me çdo kushte me punue, me arrit në rezultat të punës. Domon që me pas një dzeme që të ma shumë, domon si të qesëm dzeme ma shumë, kushtet ekonomike çdo sa rriten ma mirë. Se si kemë dzeme ma shumë, çështja ekonomike domon financiare, që më smija të sa të temë tjetër, domon rritet ma shumë, edhe ke mundësi domon edhe për punëtor më bu rrugat më të mira, kushtet më të mira, edhe domon mjetet e punës më rrit. A i keni mesazh për njerëzit që shikojnë këtë video, për qytetarët e Republikës së Kosovës, po të njëjtën kohë për qeveritarët? Për qeveritarët kisha pas një mesazh që me kësaj kokën që thonë në syt për trepë, që me bo investime, që me ecë përpara. Po për qytetarët e Kosovës, për rinin kryesisht? Për rinin t'i groj shkollës, në rënë parë. Në rënë parë shkollës, ta i të tirat vinë. I bashkan gjitë nga plotësisht këti mesazhe edhe turej sa ma shumë punë të lehtë edhe të mbarë edhe faleminderit. Faleminderit për juve.